Mosha nuk i ndalon as pak vlonjatët të ushtrojnë notin. Pavarësisht viteve mbi supe, janë ata të cilët tashmë janë në moshë pensioni që sfidojnë edhe kushtet atmosferike duke u larë në det dhe duke bërë not. Lavdosh Melasi, 75 vjeç, Kimet Kuta, 75 vjeç, Kasrio Gjimara, 73 vjeç, janë tre prej vlonjatëve dhe jo të vetmit që lahen në det çdo muaj të vitit. Siç tregojnë edhe vet, pavarësisht temperaturave, lahen në det dhe bëjnë not. Detin, notin, klimën e shohin si arsyen përse sot gëzojnë shëndet të mirë, teksa tregojnë se nuk mbajnë fare mend herën e fundit që kanë shkuar në spital. Sezonin thonë se e nisi në fillim të vitit dhe e përfundojnë më 31 dhjetor, ku janë të pakta ditët të cilat nuk ushtrojnë notin dhe lahen në det. Sportin e notit e rekomandojnë tek bashkëmoshatarët e tyre, por veçanërisht tek të rinjt, për të cilët thonë se ju vjen keq që qëndrojnë gjatë në kafe duke mos ushtruar sport apo asnjë aktivitet fizik. Quhem Lavdosh Melasi, banues në Vlorë, Ben Babaden, jam 75 vjeç. 75 vjeç. Po. Vinë sot për të larë. Jo sot, por kam 35 vite që lahem. Për ditë. Sa plazh ke për të ditë? Sa ditë ke shkuar pranë detit të vitit? 350 ditë. Se 10 ditë mungoj. 10 ditë Ose ka dalë, ose kam në një problem, dhe thënë që s'para më ndodhë. 10, 15, ky është intervali, i mungesave të mia. Lahesh edhe në dimër dhe në kohë të keqe? Në kohë shumë të keqe. Do me thënë, me përjashtim të dalëve të mëdhaja, për shembull që s'na lë të hynë, edhe të dalim. Pa, në det nuk s'është problem. Më the je 75 vjeç. Pa. Ke probleme me shëndetin? Asnjë lloj problemi. Kur ka qenë era fundit që ke shkuar në spital? Ere fund, po, e mbaj mend. 10 në prill, po isha për parasatin. Ndërkohë, Bëra një operim të vogël. e shet detin, motin, klimën si faktor që ke shëndet mirë sot? Sigurisht, e pa diskutueshme. Është e pa diskutueshme. E vetmja zgjidhje për shëndetin e njeriut është noti. Do ta vazhdosh plazhin edhe për gjatë? Derisa të marr frymë. Derisa të marrësh. E rekomandonte këtë rinjtë? Po, në shumë veta. Dhe më vjen shumë inat që vlonjat edhe pretendojnë, domethënë, sakrifikojnë kafen, edhe nuk vinë këtu fare. Ka të rinj që vinë dhe lahen? Ka dhe të rinj që vinë lahen. Po e keqja, edhe në mosha ime, po si jo, ka dhe shumë në mosha ime që lahen, ja dhe kështë kati aty, dhe ka dhe disa Argjela, janë shumë që vinë lahen. Ma mbyll me i mesazh. Arturi, i lutem, sidomos gjyshërve, të bien fëmijët. Faleminderit. Sikur këmët të fusi fëmija në këto kora, është kënaqësia më e madhe. Kimet Kuta, 75 vjeç. 75 vjeç. Sa muaj ditë të vitit je larg? Ne fillojmë në 23 mars dhe gjithmonë me kohën, kur shi ose ftoht, shumë fare, s'futemi. Me këto kora kështu në ndonin futemi. Ti lahesh edhe në vjesh, lahesh edhe në ditë? Po, pa ndërprer. Pa ndërprer. Do ta vazhdosh edhe për gjatë dhjetorit, ndoshta Po, janar shkurt? gjithmonë ditët me diell edhe pa shi lahemi. Lahen. Po. Si e ke shëndetin? Shëndeti është mirë, pa ilaçe, pa gjë, jemi në rregull. Kur ka qenë era fundit që ke shkuar në spital? Në spital se një fare. Se një fare. Po. She bashkëmoshatarët të tut që të vinë të lahen për ndonjë? Mirë është që të lahen, po duhet lahen gjithmonë që edhe mos smuren, se po u lave me ndërprerje edhe smuresh. Po të rinj, ka të rinj që Të lahen? rinj vështirë është gjëra. Gjëra se ata edhe fort fizikisht duhet lahen. Çfarë Duhet bëjnë ata lahen. më tepër? Është terapi. Quhet terapi, jo sa ashtu. Pastaj ne nuk rrim diell, ne bëjmë not. Dërsa të rinj në vend të notit të rinj kafe apo jo? Po. Ajo është fatkeqësi, po s'ke çaj bën. Ata janë. Mendon se duhet vinë më pranë detit, më pranë klimës mirë? Po ta gjykojnë që do bëhen sa neve dhe si neve, duhet të forcojnë që tani, që janë të rinj, pastaj problem s'kan me sëmundje. Unë jam 73 vjeç, Kasrio Gjimara jam, nga Arabima. E kam pas shobi im, notin e kam, 12 muaj viti, lahem me fjalë. Edhe i kënaqësi, jetoj, dimër jetoj në Itali, në Behar jetoj këtu në Shqipëri. Po këtu nuk i ndahem, pse.
Sa herë që Ese- vjen lash ndet. Sa herë që vi anë tente. Bën ndonjë ndryshim se jemi Po, të vjerë, më fluturon trupi, ku lam det jam shumë aktiv, jam shumë mirë. E di Po vetëm jemi di. afër dimrit, nëntor, Është prilli, marsi dhe prilli është muaj më i ftohtë, me fjalë që ekziston. Kurse tani nuk është problem fare, se kam problem fare. si ishte deti? Deti është për mua është 30 gradë për mua. Për ata që nuk lahet është minus. Për mua është mirë shumë. Ke ftohtë ndërkohë? që Jo, ke jo, thënë? jo, jo. Fare në botë, se ndje fare. Edhe e shet detin, klimën, motin si faktor të shëndetit që gëzoni sot? Është normale, është normale. Është shumë normale. Është ndjej kënaqësi më të madhe. Do se vjen ky shëndet nga deti, nga noti që Për mua nga deti, nuk e di. Deti është gjithçka për mua. e rekomandon tek të rinj, tek moshatarët. Po normale që rekomandoj. Sa plazh Duhet ke bërë këtë vit? Mos gënjej, po një 7 muaj po një. Kam filluar në prill edhe tani jam. Do ta vazhdosh? Mendoj deri në fund të këtij muaji do vazhdoj se do iki tek fëmijët. Çfarë thon fëmijët kur shikojnë kështu? Fëmijët ndjen të kënaqur. Thonë, ne nuk e bëjmë dot atë që bën ti. Duhet ta bëjnë të rinj këtë gjë. Duhet ta bëjmë patjetër. Shet të rinj të cilët janë Të pakët, shumë të pakët, mos themi çfarë. po bashkëmoshatarët e tu e frekuentojnë këtë? Të pakët janë në fakt. Ka, tek këtu ka vlonjat me fjalë ka që lahen. Kur mban mend që ke pas problemet e fundit të shëndet? Deri tani shikoj zoti nuk Asnjëherë. asnjëherë. Të shumt janë qytetarët e Vlorës të cilët vazhdojnë plazhin, ushtrojnë notin për gjatë gjithë vitit. Ajo se çfarë vjet re është se ata janë kryesisht në moshën mbi 70 vjeç. Rinia është ajo e cila mungon tashmë në Bregdet. Të rinjt frekuentojnë më tepër kafet sapo sezoni veror përfundon. Notin apo edhe plazhin e kryejnë vetëm për gjatë sezonit.